Ervin Flok Bukuri kishte filluar të organizonte njerëzit e tij, por nuk kishte llogaritur atë. Lord Muli, kraun e djathtë të Bajlozit, krijesën më të fuqishme në qith barbarinë. Legjendat thonë se Bajlozi e gjeti të praktisur në dëbor dhe vendosi ta birësonte. Ai e mori me vete, por nuk e shpuri në shtëpi. Ai e çoi Mulin e vogël në pyll dhe ja dorëzoi ariu të murm, ta riste dhe ta bënte gati për luftë. Çdo ditë, Lord Muli pinte një herësh 3 kazan me qumësht ariu të freskët, dhe çdo ditë ariu e stërviste në karate në stilin Tong Ching Fu. Muli i vogël u rrit shpejt, fal shpullave, ai u bë 7 herë më i fortë se ariu i murm dhe 10 herë më i egër se një pitbull psikopat. Më në fund, Lord Muli, ose siç quhej ndryshe pitbulli i vjeshkëve, ishte gati. Ai e kishte hal në sy Vin Flok Bukurin dhe mezi po priste t'ja kripte kokën. Ndërkohë, në pallatin mbretëror, Palloshi për herë të parë ndihej i kërcënuar. Jo nga Bajlozi i Kënetës, por nga zëvendësja e tij e tmerrshme. Trakaina Beqire Ballukja.